Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut azza wa jall, nëse paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lëzënëruar, po takojmë sot me lejen e Allahut azza wa jall për të vazhduar mëtutje me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Në takimin e fundit kemi marrë për emrin Allah xhallahu ala al-Wakil, e pastaj kemi bën një pauzë dhe sot vazhdojmë mëtutje me lejen e Allahu xhallahu ala me emrin e ri dhe me kuptimet e reja që mund të nxjerrim nga ky emër. Emri i radhës që do të flasim për të sot është emri Allahu xhallahu ala al-Hasib. Ky emër është përmendur në Kur'an në disa forma dhe në disa vende. Por para se të kaloj tek kuptimi i këtij emri dhe çfarë përmban ky emër në vetën e tij dhe çfarë mund të nxjerrim ne nga përfitimet e nevojshme dhe të duhura për ne nga ky emër, do të merremi pak me trajtimin gjuhësor të këtij emri. Si zakonisht, nga se trajtimi gjuhësor na ndihmon pasaj që të bartemi me lehtësi edhe tek trajtimi më të tjershëm që bart në vetën e tij ky emër. Rënja e këtij emri është prej të shkronjave ha, sin edhe ba, apo kështut edhe hasib e kuptoni, dhe në qoftë se i referohemi fjalorët e gjuhës arabe, atë rënja e kësaj fjale na jep disa kuptime. Fillimisht arabët kur thojnë ose kur e përdorin këtë shprehje, kanë për qëllim një lloj mjaftueshmërie, pas të cilës nuk ki nevojë për atë që të ka mjaftuar. Andaj e kanë përmendur për poezitë e tyre se nëse dikush i ka nderu, nëse ndokush u ka ofru ushqim e kështu me radhë, ka thënë ekramani fulanun wa ahsabani. Më ka nderu fulani dhe më ka ahsabani, me shprehin ahsabani, do të më ka mjaftu për krejt që ka nevojë një musafiri me i dhonë. Andaj, më ka mjaftu në kuptim të asaj që s'kam nevojë për asgjë pas kësaj. Edhe kemi marrë kujtohet në takimin e fundit të El-Wakil, hasbi Allah. Do të hasbi Allah, nuk kupton se më mjafton Allahu për këtë ato që kam duhet në këtë situatë, në këtë rrethon, në këtë vështirësi ose në ato që un kam nevojë. Prandaj fjala hasiba ose hasibtu ose hasabtu e kështu me radhë në gjuhën arabe fillimisht vjen me kuptimin e një mjaftueshmërie të plotë që nuk lën asgjë mungu. Gjithashtu kjo fjalë ose rënja e kësaj fjale shërben nganjëherë në gjuhën arabe për një lloj llogaritje të imt. Prandaj edhe i thonë hisab, yaumul hisab, ditës së gjykimit, nga sa atë ditë do të bëhet llogaritje e imt për çdo gjë të vogël dhe të madhe. Prandaj edhe hisab i thonë llogaritjes së imt të veprave, të fjalëve, të çdo gjë që ka bërë nga njeriu. Gjithashtu edhe në gjuhën arabe kjo fjalë përdoret për një llogaritje të një natyre tjetër. Prandaj edhe kur dikush llogarit, për shembull 2 edhe 2 sa bojnë 4, apo kësaj thonë hisab në gjuhën arabe. Llogaritje që nënkupton matjen e duhur dhe përfshirjen e nevojshme të tërë asaj që bëhet fjalë. Këto tre kuptime janë kuptimet kryesore që janë thënë dhe përmenden në fjalorët e gjuhës arabe kur bie fjala për rënien e kësaj fjale. Ndërsa se përket këtij emri në raport me Allahun azza wa jall, fillimisht ky emër në Kur'an është përmendur në dy forma. Në forma e parë është përmendur ky emër i Allahut azza wa jall në shumës. Hasibin, do të thotë Allahu xhallahu wa kafa bina hasibin. Dhe mjafton që ne jemi llogaritësit dhe gjykatësit. Ose
në ajet tjetër ku Allah xhallahu ala thot sur Al-An'am për shembull në ajetin 62, ala lahu al-hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ati takon gjykimi dhe ai është llogaritësi më i shpejtë. Ndërsa është përmend gjithashtu edhe në njëjës hasib, ku Allahu xhalla xhelaluhu thot wa kafa billahi hasiba. Dhe mjafton Allahu xhallahu ala të jetë hasib, në kuptimet që i cekëm edhe do të cikëm më tutja. Gjithashtu Allahu xhallahu ala në surën An-Nisa, në ajetin 86, thot inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Allahu xhallahu ala çdo gjë e llogarit në mënyrë të imt. Dhe këto është pohu emri Allahu xhallahu ala el-Hasib. Pas kësaj kalojmë tek pika e tretë, do të thotë kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Kuptimi i këtij emri në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dietarët islam kur kanë fol për këtë emër dhe kur e kanë komentuar këtë emër në raport me Allahun xhallahu ala, nuk kanë shkuar shumë larg nga kuptimet gjuhësore të këtij emri që ishim duke fol për to. Mirë, po normalisht ato kuptime gjuhësore nuk janë të mjaftueshme në raport me Allahun azza wa jall. Andaj kanë nevojë edhe për disa kuptime dhe shërime të shtuara, të cilat do të mundohemi të bëjmë tash inshallah në këtë pikë. Fillimisht atje tham se El Hasib nën kupton ai që të mjafton për çdo gjë. Prandaj edhe pejgamberi Allahu xhallahu ala na ka mësuar, sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që në situata caktuar themi hasbi Allah, më mjafton Allahu azza wa jall. Dhe Allahu xhallahu xhelalu është ai që i mjafton robët e tij për çdo gjë që ai ka nevojë. Nga se edhe nevoja e njeriu për ushqim është e ndërlidhur drejt për drejt me nevojën e njeriu për Allahun xhallahu ala. Nga se kush është ai që e krijon atë ushqim? Allahu xhallahu xhelalu. Nevoja e njeriu për shoqërim, për me pas dikën afër veti, është e ndërlidhur drejt për drejt me nevojën e njeriu për Allahun xhallahu xhelalu. Nga se kush i mundson njerëzve të duhen mes vete? Allahu xhallahu xhelalu. Nevoja e njeriu për pije, për ujë, për çdo gjë, të gjitha këto janë të ndërlidhura me Allahun xhallahu ala. Madje njerëzit në situata të caktuara, për shembull kur është një foshnjë, thon fëmia tash ka nevojë për nonën e vet vetëm atë. Për çfarë arsye? Nga se nona është ajo që i ofron qumshtin. Ndërsa në kuadër të kësaj nevoje ti e nxjerr emrin Allahu xhallahu ala el-Hasib, apo se Allahu xhallahu ala është ai që i mjafton vet këtij fëmiu. Nga se dashuria dhe emocioni i nënës për fëmijën e saj është i krijuar. Është i krijuar. Edhe ai që ka krijuar është Allahu xhallahu ala. Dhe ai që ka krijuar qumsh në gjirën e saj që fëmiu ka nevojë për të është Allahu azza wa jall. Dhe ai që ka mësuar fëmijën që ta thith gjirën e nënës apo është Allahu azza wa jall. Andaj veç Allahu i duhet këtij fëmiu as në atij as kusht tjetër. Prandaj çdo gjë njeriu e kupton se kompenzohet dhe zëvendësohet pas Allahut azza wa jall. Nga sa është El Hasib dhe ai të mjafton për çdo gjë. Dhe çdo gjë që njeriu i mungon këtë botë, nuk po them e zëvendëson me Allahun azza wa jall, po në lidhjen me Allahun xhallahu ala e gjen kompenzimin dhe e gjen ngushëllimin. Për këtë arsye, ky kuptim i emrit Allahut El Hasib i jap fuqi thënies ton kur ne themi hasbi Allah. Dhe në fund kur themi wa ni'mal wakil, shikoj fillimi hasbi Allah me emrin e tij El Hasib, me këtë kuptim, dhe El Wakil që kemi thënë se çdo gjë ndodh me miratimin dhe konfirmimin e tij, atëherë paramendo sa lirshëm një rafat hasbi Allahu wa ni'mal wakil kur e kupton drejt. Prandaj edhe Ibrahimi alayhis salam e ka thënë me komoditin më të madh këtë fjalë, nga se e ka ditë çfarë po thot dhe e ka ditë kujt po i mbështetet. Prandaj edhe zjarri për të pasur veti djegse duhet që Allahu xhallahu ala t'i jap leje. Kjo është El Wakil. Por edhe kundër zjarrit, po ngritën të gjithë njerëzit të ndihmojnë Ibrahimit alayhis salam, sikurse i ka ofruar dhe ndihmë Xhibril alayhis salam, nuk do të kenë mundësi me ndihmën nëse Allahu xhallahu ala jap leje për këtë çështje. Dhe nuk i mjafton Allahu Xhibrilit për të ndihmuar. Prandaj ka hasbi Allah. Dhe Allahu xhallahu ka thënë eleysa Allahu bikafin abda. A nuk është Allahu ai që i mjafton robët e tij, e pastaj kanë wa yukhawifunaka. E ata tentojnë ty me të friksu me dikën posti. Ata tentojnë ty me të friksu me mungesë të pasurisë, dhe ata tentojnë ty me të friksu me mungesë të sigurisë, dhe ata tentojnë ty me të friksu me dëbim nga ky vendi, e ti thuaj aty në eleysa Allahu bikafin abda.
A nuk është Zoti ai që i mjafton robët e tij? Mjafton mua Allahu Azza wa Jall për të më kompenzuar pasurinë e cunguar, për të më kompenzuar shoqërinë e humbur të vendit tim, për të më kompenzuar komoditetin e shtëpisë time e gjitha kështu me radhë. Alaysa Allahu bikafin abda. Prandaj kafin këtu është në kuptim hasib. Nëse i mjaftueshëm, ky është kuptimi i dhelbërt i emrit Allah xhallahu ala al-hasib. Gjithashtu aja që është thënë lidhe me kuptimin Allah xhallahu ala al-hasib është se Allah xhallahu ala i ka llogarit në mënyrë të detajzuar dhe shumë të gjërat. Dhe ky kuptim i emrit Allah xhallahu ala al-hasib të ndëruar mund të shtrihet në çdo segment, në çdo porë të jetës tonë. Për shembull, kur themi se Allahu xhallahu ala ka llogarit çdo gjë në mënyrë të emët, llogaritja që ka bërë Allahu xhallahu ala nuk është sikurse llogaritja e njeriu, apo? Por llogaritja që vjen nga emri i tij El-Alim, ai di çdo gjë dhe ka përfshirë me llogaritë çdo gjë. Prandaj Allahu te barekuhu te ka llogarit me dijen e tij se sa duhet qëndron dielli mbi ne. Dhe një ngritje më lart mund të na ngrinë dhe një zbritje më poshtë mund të na djeg. Prandaj pozicioni i diellit atje ku rrin për të na ofruar dritë dhe ndriçim dhe ngrohje të mjaftueshme është reflektimi i emrit Allahut El-Hasib. Pastaj gjithashtu shikoj edhe në natyrë. Për shembull merre ujin, apo komponentet e ujit janë H2O, apo dy elementet e hidrogjenit dhe një të oksigjenit. Po të ishte e kundërta, nuk do të ishte ujë. Po të ishte vetëm një element, apo jo dy, do të ishte diçka tjetër. Andaj e ka llogarit El-Hasib tamam se çfarë bëhet ujë, e çfarë bëhet gaz, e çfarë bëhet akull, e çfarë bëhet avull e kështu me radhë. Andaj kur të pin ujin në përbërjen çfarë ai ka. Këtu është reflektim i dërbërt e emri Allah xhallahu ala El-Hasib. Gjithashtu Allahu xhallahu xhelaluhu në mënyrë të drejtë ka llogarit se çfarë i duhet çdo njeriu, çfarë i duhet çdo krijesë, çfarë i nevojitet çdo kujt prej krijesave të Allahu subhanahu wa taala dhe thash se në këtë drejtim mund të sillim shembuj të shumë, por dua të them se çdo gjë që përfshihet në kuadër të kësaj çetësik, e të gjitha krijesat të përfshirë është reflektim i drejtë për emrin e Allah xhallahu ala el-Hasib. Dhe në kuadër të kësaj el-Hasib është edhe se Allahu xhallahu xhelaluhu ka llogarit çdo gjë. Edhe kur të ul njëri ka llogarit pasojat e saj çfarë bëhet. Edhe kur e ngrit njëri ka llogarit pasojat e saj çfarë bëhet. Edhe kur t'i jap këtij pasuri ka llogarit çfarë bëhet. Edhe kur të varfron këtë ka llogarit çfarë bëhet. Asgjë nuk e befason Allahu xhallahu xhelaluhu. Ti kjo është një lloj plotësimi i emrit Allah xhallahu ala el-Alim. Prandaj edhe Allahu te barekuhu teala ka shkruar veprat e robëve të tij 50000 vite para se me i kriju, apo? Andaj 50000 vite para se me i kriju dhe çdo gjë vazhdon të shkon në kuadër të asaj që Allahu xhallahu ala e ka caktuar dhe asgjë nuk befasohet. Në Allahu xhallahu ala llogarit drejt, edhe saktësisht, sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu është ai që e din më së miri kujt më ndon pejgamberllokun. E dim se ka dhënë Abu Bekrit shumë mirë dhe ka llogarit këtë çështje se çfarë do të bëj po të ishte Abu Bekri pejgamber dhe çfarë do të bëj po të ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Andaj kjo është në bazë të dijes dhe llogaritës precize që Allahu xhallahu ala ka bërë. Prandaj dalin rezultatet pikërisht sikurse i ka parapo Allahu subhanahu wa taala, nuk befasohet në këtë drejtë maj, sikurse ne befasohemi. Ne mund të dim për shembull, ne mund të dim se zjarri djeg, apo na këtë dim. Mirë, pa mund të dim saktësisht pasojat e një zjarri çfarë mund të bën, nuk mund të dim. Ne nuk bëm llogaritje. Apo se na e dim se nëse vjen në tërmet mund të shkatron. Po nuk mund të llogaritim para ti se sa mund të shkatron. Nëse Allahu xhallahu ala edhe e din kur ka më ndodh dhe ka llogarit saktësisht se kur ndodh çfarë do të bëhet. Sa janë pasojat e kështu me radhë. Prandaj edhe ky është një kuptim i emrit të Allahu xhallahu ala el-Hasib. Si ka llogarit çdo gjë. Largësinë e çdo gjëje dhe afërsinë e çdo gjëje dhe përbërjen e çdo gjëje dhe komponent e çdo gjëje dhe pasojat e çdo gjëje, çdo veprimi. Andaj sikurse e ka përmend Allah xhallahu ala kur e ka shkatruar popullin e Salihut për shkak të vrasjes së devës, ka thënë wala yakhafu uqbaha. Dhe Allah xhallahu ala nuk i friksohet pasojave të shkatrimit të juaj. Apo nga se e din saktësisht dhe ka llogarit saktësisht se çfarë bën nëse ju sjeni këtu afër. Prandaj
gjitha këto janë pjesë e kuptimit të emrit të Allahu xhallahu ala al-Hasib që jemi duke folur për të. Gjithashtu edhe për kuptimeve të emrit të Allahut el-Hasib në raport me Allahun xhallahu ala është se Allahu te baraka o taala është i vetmi që i merr në llogari robët e tij. Dhe është interesant të nderuar subhanallahu emri Allahut el-Hasib është përmendur në disa vende në Kur'an. Mirë po, unë duam të përzgjedh një vend që është përmend emri Allahu xhallahu ala al-Hasib për të na bërë me dije neve saktësisht se për çfarë llogaritje bëhet fjala atë. Qase nga njëra nuk e kanë parasysh për çfarë llogaridhënie bëhet fjalë nesër për Allahut azza wa jalla. Ndoshta mund ta kuptojmë si term përgjithshëm, këna më dhon llogari. Apo ndoshta mund ta kuptojmë si term shumë global dhe general për dhënien e llogarisë, mirë po shikone se për çfarë llogaridhënie bëhet fjala atë. Dhe kemi përmendur disa herë se në qoftë se një ajet përfundon me ndonjë emër të Allahut azza wa jall, atëherë ai emër ty të mundson me kuptuar çfarë është në kontekstin e ajetit. Andaj në surën An-Nisa, në ajetin 86, Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba." Allahu xhalla xhelalu thot: "Në qoftë se përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, kthene me më të mirë ose ngjajshëm me të dhe dini se Allahu llogarit im për çdo gjë." Ulemat kanë thënë se këtu Allahu xhallahu ala na tregon se El Hasib në dy drejtime është atë. Drejtimi i parë në drejtim pozitiv. Nëse dikush thot Assalamu alaikum, dhe të thotë aleikum salam wa rahmatullah, kjo rahmatullah nuk të hupti se është Hasib im për çdo gjë, kam të pagu për këtë çështje atë. Asnjë shkronjë e kësaj rahmatullah nuk humb, nga se inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Allahu xhallahu ala llogarit im për çdo gjë. Dhe gjithashtu kanë thënë ulemat në kodrat e këtij ajeti se Allahu xhallahu ala llogarit im do të thotë në intonacionin e kthimit të selamit tënd. Dikush ka pozitë, ka autoritet, ka para, të selam aleikum, aleikum salam wa rahmatullah. Apo e vjen dikush është selam aleikum, aleikum salam. Inna Allah la kulli shay'in hasiba. Pse e ke kthy këtij me këtë intonacion? E këtij me këtë intonacion edhe kjo përfshihet në llogaridhjen e tek Allahu xhallahu ala, nga se përshëndetja këtu ka ardhur, e në fundi ka ardhur inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Shiko, sa imt do të thotë nesër llogarit Allahu xhallahu ala, edhe ndoshta i njëjti tekst ka qenë, apo të njëjta shkruajtje kanë qenë. Mi po dallimi i intonacionit bën që llogaritja të jetë pak më ndryshe për mua, pak më ndryshe për ty, pak më ndryshe për ata. E mos osin po gjëra të tjera për të kësaj pastaj aftë. Tash për të kësaj çka ka ende që njëri do të thotë nuk duhet me llogaritën të aftë. Prandaj edhe nëse bëhet fjalë për një llogaritje kaq të imt, apo atë ne duhet përgatitemi sikur do të vihet te pikat vijuse, ne duhet përgatitemi të vëruar për një peshore që me kësi lloj imësie mat, nga se nuk është e mençur asnjëherë që njeriu të matë të këshpia ati diq, apo që të njëjtën gjë ka me e matë para një komisioni tjetër atje. Dhe i thuhet, sa dolen 10 janë pone 15 për shruj. Apo, që e thë njështë, po të shkuj për djava ata, përsi ka mu matë atje. Ti ka të shkuj këtu sa dush, rritja vetit kilogram sa dush, apo, sa dush ti këtu ngreti edhe rritja edhe shtoj. Atje përsëri komisioni do të vlerëson. Dhe vlerësimi i komisionit është përfundimtar, jo joti. Pra në interes tonë është me matë mirë këtu, që atje mos del diçka mungu. Nga se Allahu po të garanton. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Allahu xhallahu ala po të garanton se llogari dhënia do të jetë në mënyrë të jetë. Madje sikur që përmenda deri në këtë mos, do të thotë që bëhet fjalë për një lloj llogaritje kaq të imt që përfshihen të jo vetëm teksti dhe thënia, apo dhe përmbajtja e fjalive, por edhe intonacioni i tyre aftë. Edhe intonacioni i tyre për shkak se Allahu xhallahu ala din qëllimin e çdo kujt, se çfarë ka pas qëllim pas kësaj aftë. Gjithashtu
Pe kuptimeve që i ka thonë ulemat për këtë emën të Allahut Azza wa Jall, që është e ngjashme me këto tri që unë i përmenda, është ajo që ka thënë Imam Sadi rahimahullah në komentimin e tij, në tefsirin e tij. Sadi rahimahullah ka thënë: "Huwa al-alimu bi ibadihi." El-Hasib është i ndërlidhur me emrin Allahu Jalla wala al-Alim, andaj ai është i gjithdijshëm për robërit e tij, kafil mutawakkilin. Është ai që u mjafton atyre që mbështeten në Allahun Azza wa Jall, el-mujazi li ibadihi el-khayra wa sharr. Edhe ai është që i shpërblen robët e tij me të mirë ose me të keq, varësisht nga urësia e tij dhe dituria e tij për hollësitë e veprave të tyre dhe imësitë e tyre. Andaj gjitha këto që i përmend deri më tani i ka përmbledh Imam Sadi rahimullah në një definim të tij të emrit Allahu Jalla wa Ala el-Hasib. Andaj nga gjitha këto që i përmendëm mund të përfundojmë dhe konkludojmë se emri Allahu Jalla wa Ala el-Hasib ndërtohet mbi dy kuptime themelore, e që në kuadër të njërit pastaj futet kuptimi tjetër. Ajo është e para se Allahu Jalla Jalalu është ai që i mjafton çdo kujt, el-Hasib. Andaj ai që kërkon nga Allahu dhe ai që mbështetet në Allahun xhallahu ala dhe ai që lidh raporte me Allahun xhallahu ala, për gjitha të tjerët Allah i mjafton. Dhe e dyta që ka të bëjë me llogarin, llogarin ka llogari çdo gjë, saktësisht, se edhe para se të ndodh pasojat e kësaj që do të jenë e kështu me radhë, dhe gjithashtu Allahu xhallahu xhelaluhu është ai që i llogarit imt robrit e tij për çdo imësi dhe sjellëm shembull për këtë ajetin e Kur'anit ku Allahu xhallahu ala përmani edhe për intonacion e kthimit të selamit dhe për shkronjat e selamit, edhe për këtë njeriu përfshihet në llogaridhënie e mos tasim për diçka më tepër se kjo. Kjo është sa i përket lëndëruar do të thotë emrit Allahu xhallahu ala el-Hasib, kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala. Ndërsa pika tjetër vijuse e kësaj ligjërate është reflektimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme. Si duhet ne tash të reagojmë përballë këtij emri, si duhet ne të përfitojmë nga ky emër i Allahut Azza wa Jall. Kjo është ajo që besoj përbën ato që është më e rëndësishme dhe më interesante për neve. Pika e parë që mund ta përmendim në këtë drejtim është ajo që ka të bëjë se Allahu na mjafton. Ajo që ka të bëjë me atë se Allahu xhallahu ala na mjafton. Është interesant të ndëruar se Allahu xhallahu xhelaluhu në shumë vende në Kur'an ku e ka përzi fjalën hasb, pe hasib, hasb, apo ku e ka përzi fjalën hasb me disa fjalë tjera, është bën një përzierje shumë precize. Që ky hasbi gjithmonë i ka takuar Allahut Azza wa Jall, ndërsa pjesët e mbetura i ka dhënë Allahu hisën nganjëherë dikujt tjetër apo. Për ta kuptuar se sa është punë e ndihshme që ta përjetosh këtë mjaftueshmëri nga ana e Allahut Azza wa Jall për çdo gjë që ai të mjafton ty apo. Prandaj Allahu xhallahu ala për shembull thot në një ajet kuranor që shumë njerëz e kanë keq kuptuar, Allahu xhallahu ala thot ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin. O ti i dërguar, të mjafton ty Allahu dhe wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Disa e kanë komentuar, të mjafton ty Allahu dhe me ata që të ka përkran nga besimtarët. Që në fjallën hasb të përfshihet edhe Ebu Bekri me pasurinë e tij, edhe Omeri me tregtinë e tij, me pasurinë e tij, ose me guximin e tij, po them, edhe Uthmani me pasurinë e tij, apo kështu të ka menduar njerëz. Mjafton ti Allahu, po Allahu është, po Allahu ti ka thënë ty këta njerëz që të mjaftojnë edhe këta ty për të diçka. Ja, fjala hasb nuk e përfshin as Ebu Bekrin, as Omerin, as Uthmanin, as asken. Qase kjo është çështje e rrëdhur për Allahun xhallahu ala dhe Allahu xhalozon në këto tri shkone hasb dikush të përzihet madje qoftë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Ibn Qayyim rahimullah thot se hasbukallah do thot ai është i vetmi që të mjafton ty dhe i mjafton të gjithë pasuesve tu veç Allahu xhallahu xhelaluhu. Andaj shikoj se si është laku kjo fjalë në disa ajete Kur'anit për ta kuptuar fuqinë e kësaj mjaftueshmërie që flet Allahu për të në këtë ajet kuranor në surën Al-Anfal në ajetin 64. Shikoj çka thot Allahu xhallahu ala, për cilën më vjen në surën Anfal, ajeti 62, Allahu xhallahu ala thot:
wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Këto është përmend fjala hasb dhe fjala ta'yid. Do fjala të mjafton Allahu dhe të përkrah Allahu. Të dyja janë për Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe shikoj me çfarë kujdesi është përdor fjala hasb dhe me çfarë është përdor fjala ta'yid përkrahje. Wa in yahda'uka, në qoftë se ata tentojnë me të bëjë lajka dhe mashtrime dhe tradhime, fa inna hasbaka Allah, të mjafton ty Allahu kundër tyre. Ai është që të ka përkrahur ty me ndihmën e tij dhe besimtarët. Përkrahja pastaj në fushën e sebepeve është që përfshihet aty Abu Bekri, Omeri apo gjithçka tjetër. Mirë po, tek çështja të mjafton Allahu xhallahu ala, këtu s'ka dikush tjetër që përzihet pas Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun." Çfarë më precize Kur'ani përdor shprehjet që ti jemi të kujdesshëm, çfarë të guxon atë dikon me përzi deri ku dhe ku zguzon askush përzihet. Allahu xhallahu ala në surën Tauba në ajetin 59 thot: "Walau annahum radu bima atahum Allahu wa rasuluhu." Për munafikat, në qoftë se ata do të ishin të pajtuar me atë që u ka dhënë Allahu dhe i dërguari nga shpallja, ishin mjaftuar me tekste e Kuranit, me mësimet dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe do të thënin hasbunallah, Allahu na mjafton. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, do të na jap Allahu nga begatitë e tij dhe i dërguari i tij. Shikoj subhanallahu, thot në fillim atje të ishin qenë ata të pajtimi që ka i ka jap Allahu dhe i dërguari. Këto shoqërohet i dërguari. Pastaj veçohet dhe thon na mjafton Allahu, këto s'ka i dërguari. Dhe kthehet përsëri thot Allahu xhalla xhelaluhu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, do të na jap Allahu nga begatia e tij dhe i dërguari, nga se kompetenca për më dhën ka dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Plaçkën e luftës e ka jap Allahu drejtën me adopton. Andaj këtu e ka bëu hizxhi, ama kur jemi në hasbuk, veç Allahu xhalla xhelaluhu është që të mjafton atë. Nuk guxon me menu se dikush tjetër të mjafton në mashtrimet, tradhit e munafikave që Allahu flet për ta në surën Tauba. Nga se dhënien e ka pohu Allahu xhallahu ala në surën Al-Hashr, në ajetin e 7 ku Allahu xhallahu ala thot: "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Ata që u jap i dërguari merrni. Merrni. Edhe pse kjo dhënje të dërguarit sallallahu alaihi wasallam vjen nga kush? Vjen nga Allahu xhallahu xhelaluhu. Mi po dhënja apo përkrahja e këtu me radhë, këto mundet përfshin edhe sebepet e caktuara që Allahu xhallahu ala u jap leje. Mirë, po kur ju mjafton që nuk kupton se veç pa ata nuk bën, këtu është e rezervuar me vit kuqe vetëm për Allahu xhallahu ala. Ai shikoj këtë lakim të këtij emri, subhanallahu, se të këtij veprimi në kuadrat e jetëve ndryshme ku asnjëherë nuk ndodh, apo që fjala hasb të japet edhe dikujt tjetër. Më mjafton mua Allahu dhe dërguari, më mjafton mua Allahu dhe s'ka kështu. Prandaj edhe tek tevekulit tek kemi Allahu al-Wakil atje ku kemi fol në takimin e kaluar, dietarët kanë debatuar këtë çështje se nëse them mos ishte Allahu, pastaj filoni. Kjo është në rregull apo? A lejohet me përdor të njëjtin kombinim për tevekulin? U mbështeten në Allahun pastaj në filonin. Mos ishte filoni, pastaj Allahu është në rregull apo? Fillimisht Allahu pastaj filoni është në rregull. Kjo është në rregull tek çështja e dhënies dhe përkrahjes. Mirë, po tek çështja e mbështetjes, a bën me thonë mos ishte, po mbështetet në Allahun, pastaj filonin, më mjafton Allahu pastaj filoni, a lë s'bën kështu më thonë. Imam Ahmed rahimullah ka thënë, nuk bën me thonë tawakkaltu ala Allah thumma ala fulan, mbështetet në Allahun pastaj fulanin, për çfarë arsye? Nga se kanë tevekuli dhe hasbi janë punë të zemrës, apo e zemra nuk guxon me lëviz në drejtim tjetër po drejtim të Allahu xhallahu ala. Nëse përkrahja dhe marrja e sebeve ka të bëjë me botën e jashtme, e këtu mund të përzihet dikush tjetër nga se nuk rrezikohet pozicioni i zemrës përpara Allahu xhallahu. Prandaj edhe në shumë ajete do thotë Kurani tash ku Allahu xhallahu përmend se Allahu është ai që i mjafton robët e tij. Dhe kur themi se Allah i mjafton robët e tij të ndëruar, tek fjala mjafton, në kuadër të kësaj që folëm, përfshihen jo vetëm gjërat materiale, përfshihet jo vetëm dunjaja, por para se gjithashtu përfshihet e shariati i tij. Apo a nuk të mjafton udhëzimi i Allahut për udhëzim?
A nuk të mjafton gjykimi i Allahut për gjykim? A nuk të mjafton? Ka se shika, kjo është më rëndësi ta kuptojmë. Kur Allahu xhalla xhelaluhu ka zbrit disa ajete, disa për njerëzit kanë kërkuar që të plotësohet ky gjykim i Allahu xhallahu ala me disa gjykime tjera. Sikur që ka ndodhur në rastin e gjykimit mes një qifuti dhe një për ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi ka nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dobi të qifutit, sahabiu nuk është pajtuar. Atë kuptim ka menduar se meriton diçka më tepër. Dhe ka tentu me e bë bashk gjykatës në këtë po adres të gabuar tërësisht. Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili në moment kur kanë dëgjuar se po kërkon ky njeri një bashk gjykatës pas asaj që ka nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka kap shpatën apo dhe e ka ndjek që t'ja kaput kokën, qysh ke pas guxim veç me mendu që edhe unë më dasi ai apo. Jo që unë nuk doj. Edhe jo që unë nuk përzina në këto çka ai ka do, më veç që të ka shku mendja, apo që unë mund ta mendoj sikur ai, është e mjaftueshme të kaputet koka jote apo. Andaj besimtari është i qartë i prin këtë çështje. Hasbukallah. Të mjafton Allahu xhallahu ala kur thosë se kjo është e dëmshme dhe mjaft. Mjafton Allahu kur thosë se kjo është e dobishme. Mjafton Allahu xhallahu ala kur të thret apo në ndonjë veprim të caktuar. Mjafton Allahu xhallahu ala. Prandaj sa është për fjala hasbukallah, hasbukallah në surën Tauba, apo në surën Tauba, apo është sura që haptas i ka ftu munafikat për Tauba. Haptas i ka ftu njerëzit që nuk janë mjaftu me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka ftu haptas që të kthehen dhe të pendohen tek Allahu xhallahu ala. Prandaj edhe në kuadër të surës Tauba Allahu xhallahu ala ka përmend dy kategori njerëzish, të cilët janë nda pikrisht tek fjala hasbukallah. Një kategori njerëzish të janë nda tek hasbukallah duke marrë drejtimin e kundërt, jo të asaj që Allahu xhallahu ala ju mjafton. Ndërsa surja Tauba ka përfundu me disa të tjerë të cilët janë mjaftu me hasbukallah, edhe në qoftë se janë dëmtu skajshmëresht, sikurse është rasti i Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nga se me te përfundon surja Tauba, apo me tregimin e tij është duke shkuar fundi surës Tauba, pasi që Allahu ka shpalosur veprimet e tyre dhe ka thënë se këta kanë shpëtuar vetëm për shkak se kanë hasbi Allah. Po vërtetësia që ata e kanë pas, po këtë vërtetësi e kanë pas për hir të shkafit. Ka se kanë ditë se nëse janë të vërtet, ju mjafton Allahu xhallahu ala për ta qitë shesh ato që ata e kanë thënë ata. Prandaj dua të them që të mjafton Allahu xhallahu ala për çdo gjë. Jo vetëm në kuptimin e asaj që sikur që përmenda, në kuptimin e asaj që është vetëm tek kësaj bote, por të mjafton Allahu xhallahu ala edhe për ahiret, edhe për këtë dunjë, edhe për udhëzime, edhe për mësime, nga se shariati i tij është i mjaftueshëm për çdo që neve na duhet atë. Andaj sikur që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, ata të cilët nuk e shohin Kur'ani fala shifa'a la, s'ka ilaç për të. Andaj nëse me Kur'an, me ajetet e Kur'anit, me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk na largohen tmetat tona, nuk na largohen ndytësirat tona, nuk na largohen gjunaat tona kështu me radh, atë bëjnë në se nuk ka ujë që mund të shlyjë ato. Nuk ka. Ka që kjo është mehlemi i vetëm që Allah e ka përcaktuar për të gjëra. Dhe në kuadër të saj edhe është kuptimi plotësues i fjalës apo i emrit Allahu xhallahu ala al-Hasib, i cili ka llogarit, apo Allahu xhallahu ala ka llogarit saktësisht, apo se nëse ti ke gjunohe, sa të vijnë më përmirësim apo. Andaj ajo që është ka ardhur në Kur'an është e mjaftueshme të pendohet njeriu që nuk ka njeri në botë që bën gjunoje më shumë saj, se ka llogarit Allahu xhallahu ala. E din saktësisht, ky Kur'an të mjafton për gjitha gjunoat ato. Është llogaritme, nëse nuk mund të befasohet Kur'ani për shembull thot për do gjunoja që i fal Allahu azza xal, mi po dikush e ka bënë gjuna kur të mens të ka rënë vapton. Apo anin disa gjunoja që i ka bënë dikush kur të mens të ka rënë që njëri mund të bën këtë gjuna. Po ti ndëgjon do raste të ekstreme ka vrarë këto e ka bëu kët e kështu me radhë. Kur s'kam dëgju? Kur të mensum ka rase njëri mund me bëu marrëdhënie intime me kafsh. Kur se kom, vallahi kur disa kom pa lajme që pas kanë që bëjnë kështu. Audhu billah. Kur në mes të bjen,
Ose po flas për gjëra të tjera që ne mund të bëjmë. S'bën mend ti kur. E pa Allah e ka llogarit edhe për ta kur ka thon apo Allahu xhalla xhelaluhu thuaj rabb vetmi kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mos e hubni shpresën në falën e Allahut dhe mëshirën e tij. E ka llogarit Allahu xhallahu ala mirë kur e ka thon kët se kush po ti kur thoshti në rregull mirë ti po thoshte pa e ka llogarit jo këto se pas na bëhet sa po. Na shpesh herë them rregulla për shkak se nuk llogariti mirë. Apo prandaj detyrojmë të thyrë se nuk dim na. Nuk dim. Ne na befasojnë rast, na befasojnë çastet, momentet e kështu me radhë. Nëse Allahu xhallahu ala ka llogarit kur thot kur Allah i fton në robët e tij në pendim, apo e ka llogarit mirë çka mundesh ti më bë, edhe ka llogarit mirë sa falet ajo nuk falet. Andaj ka thirr. Andaj nuk ka njeri në botë që ka mundësi me sfidu Allahun xhallahu ala me gjuna, me on çone ku bë kët, hajt tash a përfina këto, po përfshirë këto. Prandaj edhe përgjigja që shpesh herë duhet na thret meditim. Përgjigjja e atij dietari që ka bën njeriu që ka urrë 100 vjet apo. Ky nuk ka rast që duhet veç mu të kalu apo. Nga se wallahi mu shtepër më bën përshtypje. Shumë më bën përshtypje përgjigja e Alimit apo. Jo pse i kallon po ka teube, nga se kjo është e dishme çdo kush pinë këtë e thot. Por më ka bu përshtypje formulimi i përgjigjes apo. Subhanallahu, njëri i dishme se ka përgjigje apo. Ka se njëri parë ka i kovra 99 vet, ka helimin teube, ka çfarë teube ti këta njerëz i ke vrarë apo. Apo fa qatala. E ka myti ka buni 100. Kur ka ardhe kalimi, ka unë i konvra 100 vetë, helimin të ube, a ka mund pendim, 100 vetë me vra Allah, në që të me thonë, 100 vetë me vra. Në është të nërofsh njërëzun, na ishëm befasu, që është mujtë e me vra 100 vetë Allah. Apo, na, mirë po djetari, s'ka shiku me lëgarit e veta, mu po më befason, jo, shikaj ka preashtu vetë e di tërsisht, e para, dhe e dyta, nuk i ka thonë ki të ube. Që kjo është urësia dhe sekreti. Si ka thonë, po ti mu është ku pendu. Kjo si ka thonë kështafën. Subhanallah. Pse? Nga se në këtë konsideruat një lloj marrje kompetence të Zotit unë aftën. Ku shumë në më ndikuj ki të ube, ti s'ki të ube aftën. Mi po jesh përgjigj, subhanallah, mirë të mërë ka thonë, e kush guxon me nejtë mes ti edhe mes të ubes tona? Po dojë kjo punë është e gjithdijshme, edhe këto që ti përmen, Allahu e ka llogarit se mund me ndodh, andaj edhe për ty është dire hapur. Pa i ka thonë, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ Jehul, kush guxon me ne të mides me që me gjyku ban ti mu pendu apo. Këta ndërmjetësues bën i ka hek Zoti xhallahu ala. Edhe ka llogarit se ka mundsi me një njerëz që i vron, edhe 1000 vetë tjerë, edhe 100.000 vetë tjerë i vron, edhe pat Allahu xhallahu ala fal apo. Andaj na në çështë na llogaritëm e vendosim veten mes neve dhe mes teubës apo. Po na duhet përjashtu nga kjo, nëse nuk kemi na ata që vendosim për shkallën e pendimit të dokujt o kështu me radhë, por është Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj ka llogarit Allahu xhelaluhu, sot këta njerëz që kanë mëshit moralin e tyre, dhe Allahu ka më u falë. E ka llogarit Allahu xhelaluhu këtë nga se është el-Hasib apo. Dhe gjithashtu nga ajo që përfitojnë për Allahu xhelaluhu el-Hasib në kuadër të kësaj llogaritje që po flasim, para zonë të llogaritja e selamit, dhe çka ka të bëj pastaj mbi selam. Allahu xhallahu e ka llogarit saktësisht apo se çdo mirësi që e gëzon njërin këtë botë, çdo të mirë që Allah jep në jetën, mos mendoni se është dhënje apo thjesht për ta begatu, po bëhet në bazë një llogarie apo. Pse që ti ja ke dhënë këtë dije apo? E pse këtij ja keni dhënë këtë fuqi? E pse këtij këtë pasuri e ka llogarit Allahu xhallahu ala shumë saktë. Andaj Allahu nuk i bën padet askujt. Nuk i bën Allahu xhallahu padet askujt. Për shembull, në qofse ne e përcaktojmë çmimin e një malli. Ne e përcaktojmë çmimin e një malli. Themi për shembull se ky mall, për shembull, kushton 10 euro. Edhe ky është çmimi i këtij malli. Kushdo që sjell më tepër kësaj malli, më tepër e paguajmë. Edhe vjen dikush me 3 lloje të këtij malli dhe japëm 30 euro. Vjen dikush me 5 lloje të këtij malli dhe japëm 50 euro. Ky që ka marrë 30, a na thot ne pse këtij 50 e mu 30? Nuk ka mundësi me thonë, pas nuk thot. Ai ka mundësi me thonë ku llogaritja është e pështilt. Më kur është e qartë 10 bën 1, çeti 1 2 3.
sa bojnë 30, ky ka pru 5, ngjej 10, 20, 30, 40, 50. A në rregull po. Shumë është e qartë. Njerëz pajtohen në molla apo në ndardha se çmimi është i saktë, çikaç është, kum çu edhe kaq e marr. Edhe pse dikush para ti ka marr më shumë, edhe pse dikush mas i merr më shumë, është i pajtimit, ka son skompru më shumë aftën. Nëse para Allahu xhallahu ala nuk motin kështu aftën. E din sa çon pak, e lyp se dikush ka qiu shumë subhanallahu aftën. Nëse Allah është el hasib, ai llogarit tamam. Ai ka llogarit sa ke pru ti çikaç, po çikaç e komon edhe këti. Ti ke pru më pak çikaç e komon edhe ti. Pra kjo është el hasib, nuk ka mundësi dikush 1 milimetër me rama poshtë. Dhe 1 milimetër me shku më lart, në kuptim të rastishëm. Ja kretet me llogaritje precize. Në bazë të asaj që Allah xhallahu llogarit apo. Nuk ka mundësi dikush me kon më nga udhëzimit e dikush më larg udhëzimit në bazë të erës që fryn, ose në bazë të shiut që bjen, ose në bazë të ngjyrës që ka, absolutisht. Kjo është el hasib. Ai ka llogarit saktësisht pse ti dush me kon këtu, pse ai me kon këtu. Ai ka llogarit. Ai është el hasib. Dhe llogaritja aty nuk është sikur se na bëjmë llogaritje. Mirë po, a ka disa llogarit që njëri i din edhe pa llogarit? Disa rezultate. A i din ti pa llogarit? Po e din. 2 e 2, 4. Pret më ngjaj, s'kam çamë ngjaj e di, apo që ka ti ki dhe llogaritje, që i din pa llogarit hiç. I din rezultate. E ku është do të gjithë? Ai s'ka ne unal, pret zot më 2 e 2 bën 4, këtë e di unë. Apo andaj Allah ka llogarit saktësisht. Wallahi, çdo fjalë, çdo vepër e dikujt ku duhet me çu dikën. Çdo fjalë dhe vepër ku duhet me shpi dikën. Çdo fjalë dhe vepër sot më pagu dikush. Kjo është el hasib aftan. Ne kjo do të na bëni të kujdesshëm, nga një ran, dhe nga ana e dytë, ne hap Kur'an se kur të kemon të kemë Allah xhallahu el hafiz. Po el hafiz që i ruan veprat e robëve të tij aftan. I ruan. Andaj Allah xhallahu ala sikur që e ka përmendur në Kur'an, wa ahsa kull shay'in adada. Ahsa kull shay'in adada. Allah xhallahu ala edhe ka llogarit, por edhe ka rru çdo gjë në mënyrë precize dhe të imta. Ka rru çdo gjë në mënyrë precize dhe të imta. Prandaj dietarët janë ndihmuar me këtë emër el hasib shumë, sikur do të vijë kur kanë bërë vetë llogaritje aftë. Sikur se ka bërë Muhammed ibn Sirini rahimahullah, apo i cili e ka llogarit vetën e tij për përfundimin në burg, apo me këtë emër el hasib, ose sikur se ka thonë Said ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, i ka thonë kujna, i ka thonë Haxhaxhit, in kunta anta zaliman, në qoftë se ti i pa drejt, ti bën zullum, walladhi sallataka alayya laysa bidhalim. Ai që të ka thënë mi kry tem së zullumçar aftë. Ti zullumi të po. Po ai që të ka thënë ty, më hyj mi kry mua së zullumçar. Ai dim se të ka thënë ty këtu aftë. E ka llogarit ai shumë mirë çka bëhet aftë. Prandaj, na nganjëre për shembull, kur do të dikon me ngarku me nisprov, nuk mund ka apo e ke pa kur do mi dhon dikujt me baj diçka. Nuk jap për herë. Po ti ja jap pak apo mund edhe pak. Ja çet pak apo mund edhe pak apo se na llogaritën nuk di me po më ajut për herë mysëm njërin aftë. Nëse Allahu xhallahu xhelali u den sakse nuk kanë me motor. Kur ta ka thos provën e ka llogarit se ti s'devion inshallah aftë. Po e ki për hajër ton aftë. Që ta besimtar dalin fitimtar nga sprovat, ka Allah e ka llogarit ku kimë shku ti aftë, mos i ki gale. El hasib e ka marrë saktësisht kohën me minuta kur duhet me përfunduar sprovat, me sekonda është e marrë aftë. S'është kjo rastisht. Sa të vallaj, er mjeku, ty qysh muhabet, që ma ka dhënë, el hasib, aja ka llogarit kur duhet marrë, aja ka llogarit, a duhet me konsumut një muaj e gjys, aja ka llogarit. Andaj, ataj bindu në llogaritën e ti, lej llogaritën e tu apëtën. Njerë nga një llogaritën, shumë gatë për kjo smuj shka që 1 vjet, që në 2 vjet s'po bëhet kur gjë. Mos llogarit, ti mos llogarit, leja llogaritën el hasibit, aja ka llogarit saktësisht ditën, momentin, çastin, sikur se e ka llogarit edhe me sekonda çastin kur ki mu dal për këtë dynjë. Është edhe llogarit sa duhet më në këtë botë. Se kjo rastisht njerëzit që dalin me ecë e mnojnë 20 vjet më shumë se ata që dalin me ecë aftë. E ka llogarit ai sa kemi jetu ti aftë. Kto është sebepi relative, të cilat nuk e befasojnë el hasib. Ai ka llogarit shumë mirë. Se sa kemi mbeti këto apo. Edhe e ka llogarit Allah xhelera shumë mirë. Se për kohëzgjatin e mbetjes në këtë botë, sa ki mundësi ti me fitu për xhenet aftë. Nga njëre për shembull, na mundëm me dhoni punëtori një punë të madhe, apo? Edhe themi qëri ki 2 javë, aftë. Os 2 javë ki. Këse nuk e njojmë në mirë punën. Mas 2 javë shumë që njëri menzi ka fillu se punë e ronë, apo? Kur të shumë që për një mes ka mujt me e kry,
i themi atëre hajtë të 2 muaj për ta shtypur aftën. A ka mundësi dikush yaumul qiyamah Allah xhallahu ala ya rab 15 vjet ju hi mbyllëk apo 17 vjet ma ke marrë imrin. 2 vjet I kom pas krejt apo për 2 vjet ton ky xhenet ku më marr? E kom llogarit ti ke mute për ditën më fituar. Apo është llogaritmë. Edhe ai që jeton 80 vjet e ka llogarit Allah xhallahu ala pse I duan këtij 80. Edhe aty që e ka marrë me 19 e ka ditë Allah xhallahu a ka mjaft kohë më fitua apo jo ato. Prandaj el hasib s'ka asgjë diçka që dikujt nuk I mundson afat mjaftueshëm kohor për me fitu xhenetin e tij apo. Çdo kujt që Allahu xhallahu ala ja ka mundsuar me najt kohë caktuar në këtë botë e ka llogarit saktësisht sa ka mundsi në rrethona që ai jeton, në situata që ai kalon, në mundësi që rrethojnë, a ka mundsi me fitu xhenetin as ka mundsi. Mundësia është e shumëfisht. E ka llogarit ai. Ne nuk hezitojmë ta themi kët, as nuk hamendemi në kët, as absolutisht. Nga se Allahu xhallahu ala kur don një rob me çun xhenet edhe kështu vepron ata. Sikurse ka ndonë në luftën e Uhudit, apo një mushrik ka ardhur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë o Muhammed, s'ka besuar në Allahun azza. S'ka besuar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë unë po e di që njëri mirë ti. Edhe di që këta popullet po të bëjnë zullëm. Unë po duam të ndihmu ty. Ka thënë pejgamberi inna la nasta'inu bil mushrikeen. Na slipim për kryen e mushrikut apo. Beson Allahun tani. E ka kuptuar se me kom pjesë e Muhamedit sallallahu duhet me thonë la ilaha illa Muhammadur rasulullah. Lufta duke u zhvilluar. Ka thonë la ilaha illa Muhammadur rasulullah. Posa ka hin luftë ka rrok shtiza dhe u dek atë. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu nuk di njëri që hin xhenet pa fal pas si ti jepte. As ti namaz se ka fal. Hiç asnjë e sahabëve është atë. Radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj Allah dikon e bën sahabë me 5 minuta atë. Apo e dikon e bën shejtan me 70 vjet atë. Dikon e lën çështo el hasib. Ai llogarit kozgjat të njerëzve dhe ai din saktësisht kujt sa I vynë, kush sa duhet e kush ai din këto saktësisht. Ai është el hasib atë. Andaj shkruhet në përfitim I rëndësishëm që duhet ta nxjerrim ne nga amri Allahu te bareka ve taala el hasib dhe padyshim mbet edhe një pjesë tjetër për të folur për këtë çështje, por po lëm inshallah në ligjëratën e dytë me kaq po I do fund kësaj çështje dhe kësaj ligjërate për këtë pjesë sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.